erdhëm kështu edhe tek pjesa e fundit, apo të pathëna tek kësaj jave, mirë po nuk do t'i shohim pa e falenderuar edhe njerë sponsorët tanë, ata janë Vala Fordi dhe Golden Eagle. E me kënd jemi marrë këtë javë, e kuptojmë në rubrikën e fundit për fonte. Këngëtarja Bleona Qereti, e cila për momentin është duke qëndruar në Rusi për shkaq të punës, mbrëm në orët e vona ka nisur një luftë virtuale me të gjitha të ndjekës me llogari të rreshme në rrjetin social Instagram dhe Twitter. Këngëtarja është mbushur mbledh dhe ka bërë një shkrim të gjatë duke ju referuar edhe me fjalë banal të gjitha atyre që mbajnë llogari falso, e që këngëtarët si drejtohen me fjalë ofenduese, fyese e përulse lidhur me veshën apo zhveshën që e ka vendosur të paraqitet. E pyetur nga redaksia jon pse bëri këtë reagim, këngëtarja tha që çdo gjë ka kufirin e vet. Nuk u bëj gjë. Është jeta ime dhe unë vendos se si të paraqitem. Ata që më duan ka mundësi të më shohin, ata që s'më duan mos më ndjekin e aq më pak të më shajnë. Në qafë paqin veten. Çifti shumë përfolur për ndarjen e lidhje Tuna dhe Kozmën, kanë udhëtuar drejt ishullit Bahamas në krahët e njëri tjetrit. Edhe pse këngëtarja në rrjetin social Snapchat ka publikuar foto ku thotë se është e vetme, burimet e afërta me dyshën në fjalë vërtetojnë për emisionin tonë se udhëtimi nuk është i vetëm. Ata kanë marrë pak pushim nga tullovia e kohës së fundit dhe se po shohin afër njëri tjetrit momente të mira dhe se lidhja e tyre është në kulmin e të mirës. Mos t'i rrafshim sysh. Bukurosha, e cila tash sa kohë është kthyer në vendin ku jeton Amerikën, po kalon momente të mira të jetës së saj pranë dashurisë me hokejistin Jakub Kendall. Bjondja pasi mbaroi shoppingun kthehet me të dashurën në shtëpi dhe në parking ajo i thotë të flas fjalë dashurie shqip. Për më shumë flasin pamjat. Dashuria fiton. Dashuria fiton. Bravo. Këngëtarja Samantha, e cila tash sa kohë është në menaxhimin e kompanisë Max Production, ka vendosur të vijë me projektin e ri të titulluar Asnjësion. Këngë kjo e cila do të lançohet shumë shpejt nga këngëtarja. Klipi dhe pamja duken të jenë diçka e nxehtë dhe shumë trendy. Thuhet që do të jetë një hit dimror. Këngëtari tinexher Endri ka vendosur që të vijë vetëm e jo në duete. Këngëtari nga On Records të premte të publikojë klipin e ri me titull Dy zemra. Këngë kjo që në orët e para pati një pëlqyeshmëri të madhe nga ana e fansave të këngëtarit, e si do të vazhdojë të pritet, mbetet të shihet në javën e ardhshme. Është thënë që disa ditë së dysha në fjalë ka nisur bashkëpunimin lidhur me këngën dhe klipin e ri, i cili shumë shpejt do të publikohet. Dhe sipas burimeve tona, kënga pritet të jetë një nga hitet që do ta përmbyllë me sukses vitin 2015. Adelina është ajo që në këngë ka ftuar stresin dhe se dua e tyre do të jetë diçka në një stil të veçantë për dy palët, dhe se në këtë formë nuk janë parë në asnjë këngë më herët. Kënga është duke punuar nga producentët e On Records e deri në datën e publikimit do t'ju mbajmë të informuar. Të dashur priveista, me keqardhje të them se ky është fundi i këtij edicioni të Prives, por ne do takohemi sërish bashkë javën që vjen në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Ndërkaq të hënën, të martën dhe të mërkurën do të shihemi bashkë sërish me emisionin më të ri në Klan Kosova, Nin me Alaudin Hamitin. Ndër të tjera, ju shumë lajme të showbizit shqiptar mund t'i ndiqni në portalin prive.al. E ne takohemi sërish bashkë javën që vjen. Natën e mirë dhe mirë mbeçi.